Agjencia Ndërkombëtare Investigative Stop Krimi organizoi konferencën me temë të drejtat e emigrantëve dhe roli i agjencisë Stop Krimi në mbrojtjen dhe fuqizimin e tyre. Aktiviteti mblodhi në një tryezë të përbashkët përfaqësues të institucioneve shtetërore, policisë së shtetit dhe strukturave të tjera ligjzbatuese, drejtues dhe specialistë të degëve dhe filialeve të agjencisë Stop Krimi në vende të ndryshme të botës, ekspertë të sigurisë, ambasadorë të paqes, përfaqësues të organizatave partnere ndërkombëtare, si dhe përfaqësues të organizatave dhe shoqërisë civile. Në fjalën e hapjes, ish diplomati Vangjel Mita u shpreh se përmes këtij aktiviteti, agjencia Stop Krimi synon të kontribuojë në forcimin e ndërgjegjësimit dhe parandalimin e kriminalitetit, duke i kushtuar vëmendje të veçantë te kategorive më të ekspozuara ndaj rrezikut, mes tyre emigrantëve shqiptar kudo që ndodhen në botë. Në vijim, drejtori ekzekutiv i agjencisë Stop Krimi Fatmir Sena, ekspert në fushën e luftës kundër krimit të organizuar, terrorizmit, trafikimit të drogës dhe qenieve njerëzore, vlerësoi pjesëmarrjen e gjerë në këtë konferencë dhe bashkëpunimin me institucionet shtetërore dhe ndërkombëtare. Sipas tij, mbrojtja e të drejtave të emigrantëve dhe lufta kundër shfrytëzimit, trafikimit dhe formave të tjera të kriminalitetit që mund t'i prekin ata, janë çështje që kërkojnë angazhim të përbashkët institucional dhe shoqëror. Koordinatori i agjencisë Stop Krimi, Heroina Ruçi, theksoi se pas çdo emigranti qëndron një histori njerëzore, një familje, një ëndër dhe një përpjekje për punë, siguri dhe dinjitet. Ajo nënvizoi rëndësinë e garantimit të drejtave themelore të emigrantëve, përfshirë mbrojtjen nga diskriminimi, dhuna dhe shfrytëzimi, ndërsa kërkoi një qasje më të koordinuar institucionale për informimin dhe sensibilizimin e tyre. Sipas saj, informimi, mbështetja, ndihma juridike falas dhe aksesi në drejtësi janë ndër mekanizmat kryesor për mbrojtjen e emigrantëve dhe parandalimin e situatave të abuzimit dhe shfrytëzimit. Gjatë konferencës, referuan gjithashtu Daniela Xhelaj dhe Santila Domi, Dr. Lulita Hasani, profesori i Akademisë së Policisë, avokati Fatos Hasani, kryetari Lançit, ish drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Velim Iftari, artistja e popullit, kompozitorja Dhora Leka, si dhe personalitetet të tjerë të cilët trajtuan çështje që lidhen me të drejtat e emigrantëve shqiptar, të drejtat e njeriut, sigurinë, diplomacinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në fokus të diskutimeve ishte nevoja për forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional të ndërkombëtar me qëllim parandalimin e kriminalitetit dhe mbrojtjen e emigrantëve nga trafikimi, shfrytëzimi, dhuna dhe format e tjera të krimit të organizuar. Në përfundim të aktivitetit u zhvillua dhe ceremonia ndarjes së titullit të lartë të ambasadorit përhershëm i paqes, si dhe certifikatave të mirënjohjes për personalitete dhe individ me kontribute të spikatura në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, në bashkëpunimin ndërkombëtar, mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve shqiptar në botë dhe parandalimin e krimit, trafikut të drogës dhe trafikimit të qenieve njerëzore.